Mirëmbrëma dhe mirë se vini në ora e fundit. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë ka paralajmëruar se Shqipëria ndodhet në shënjestrën e grupeve pro-iraniane. Shënjestrën mund të jenë subjekte të lidhura me Amerikën, si dhe antar të opozitës iraniane që ndodhen në territorin shqiptar. Por objektivat e mundshëm mund të jenë edhe vendet të frekuentuara nga publiku i gjerë. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë ka njoftuar se Shqipëria mund të jetë objektivi sulmeve të grupeve të lidhura me Iranin. Institucioni kërkoi qytetarëve amerikanë që të shtojnë vigjilencën, pasi kërcënimet e mundshme mund të shënjestrojnë antar të opozitës iraniane që ndodhen në territorin shqiptar, si dhe vende të tjera të frekuentuara nga publiku. Grupet e lidhura me Iranin mund të shënjestrojnë subjekte të lidhura me Shtetet e Bashkuara ose element të opozitës iraniane në Shqipëri. Ata gjithashtu mund të synojnë vende të zakonshme të tilla si vende turistike, qendra tregtare, hotele, klube dhe restorante. Ne inkurajojmë qytetarët amerikanë të ushtrojnë vigjilencë të shtuar. Marrëdhëniet diplomatike mes dy vendeve janë ndërprerë prej vitesh, që nga viti 2013 në Shqipëri qëndrojnë rreth 3000 antar të organizatës së Mujahedinëve të popullit të Iranit, një grup kundërshtar i regjimit aktual iranian, të cilin Teherani e konsideron armik terrorist. Pak ditë më parë, kryeministri Edi Rama në një intervistë të dhënë për revistën franceze Le Point tha se shqiptarët nuk kanë frikë. Ai solli si shembull luftën e dytë botërore, kur askush nuk i donte hebrejt, por Shqipëria, edhe pse e varfër dhe kryesisht muslimane, u bë stre e tyre. Sulmet e hakerave iranian ndaj disa institucioneve shqiptarëve javëve të fundit kanë lënë dëme të lehta dhe të riparueshme. Ministri e Ekonomisë Ibrahimaj thotë se ekspertët e sigurisë kibernetike kanë në monitorim të gjitha institucionet e ekspozuara ndaj sulmeve të tilla. Sulmet kibernetike të ndodhura javët e fundit ndaj disa sistemeve në vend të kuvendit, postës dhe së fundmi edhe ndaj sistemit gjyqësor, Delina Ibrahimaj thotë se dëmet nuk janë të mëdha ose të pariparueshme. Të gjitha ataket kibernetike që juve përmendët nuk kanë lënë dëme të pariparueshme, që do të thotë që infrastrukturat tona të sigurisë kibernetike janë të ngritura dhe janë në fuqi. Ministri Ibrahimaj shton se institucionet janë në monitorim të vazhdueshëm sa i përket sulmeve. Ajo u shpreh edhe për dyshimet e përdorimit të dhënave personale që rodhon nga Akshi. Fakti që të dhënat janë përdorur për interes privat është një opinion. Unë nuk jam në dieni të një rezultati të tillë të procesit hetimor që prokuroria e posaçme është duke kryer. Pra nuk mund të themi që ka pasur një përdorim për qëllime personale. Kur prokuroria të dalë me një qëndrim, kur gjykata dalë me qëndrim, atëherë mund ta themi me zë të plotë. Gjatë javëve të fundit janë sulmuar nga hakerat disa institucione në vend. Së fundmi pati një pretendim për sulm kibernetik ndaj prokurorisë së përgjithshme dhe disa gjykatave. Institucionet e mohuan këtë. Policia ka ngritur postobloqe në të gjithë akset e rrethit Kruj dhe kryesisht fush Krujës. Forca të komisariatit të policisë Kruj, të mbështetura edhe nga forcat operacionale të drejtorisë Tiranës, po ushtrojnë kontrole në këto akse për parandalimin e palishmërisë, dalimin e personave në kërkim, dalimin dhe arestimin e personave që qarkullojnë me armë apo lëndë narkotike. Drejtuesit e ri të komisariatit të policisë Kruj kanë vënë në kontroll të veçantë zonat e nxehta të këtij rrethi, të cilat shuhen për eksponent me rekorde të rënda kriminale, por edhe zonat problematike për kultivim kanabisi. Mirë, do flasim për ngjarjet politike ku një prill i gënjeshtrave kthehet dita e së vërtetës për Partinë Demokratike. Demokratët e përjashtuar të Durrësit i shkuan në seli Berishës për t'i kërkuar llogari për përjashtimet para garës së prillit për zgjedhjen e kryetarit. Shumë prej demokratëve durrësat, dikur mbështetës së Berishës, e akuzuan atë dhe kreun politik të Durrësit për fushatën e spastrimeve. Ata e quajtën Noerd Bylykbashin mafioz dhe mashtrues. Protesta e bazës pritet të shtrihet edhe në Elbasan. Kilometri i fundit mbaron në derën e doktorit. 5 vite pasi në këtë shesh u përball me Salianjin për hir të rikthimit të doktorit, Dritan Burgia, një nga 2 këshilltarët demokratë të përjashtuar, zbuloi karmën e hidhur personale. Edhe në 2021 kam qenë
për të njëjtën gjë, pasi në atë kohë dilja dhe kërkoja dinjitetin e zotit Berisha, pasi u përjashtua nga partia, nga leadershipi i asaj kohe. Sot jam këtu përpara jush për të marrë shpjegime dhe për të kërkuar dinjitetin tim. Nuk jam demokrat prej Sali Berishës apo prej Flamur Nogës, jam demokrat dem babadem me breza. Demokratët e Durrësit donin të takonin Berishën, por në oborin e Partisë Demokratike ishin marrë masat. Për t'u ballafaquar nuk ishte Berisha, por syri i tij. Është gënjeshtër shumë e madhe. Parkimi në Durrës dhe si ka mundësi që keni në zotërim parkimin më të madh të qytetit. Dhe një pyetje, keni një lidhje me hotelin tek Dovana? Me thonë të fakton kjo një lidhje tuajon me qeverinë. Por në kundër përgjigje të pyetjeve, edhe demokratët kishin një pyetje për syrin. Syrit ai kanë marrë rrogët sa kanë pa i marrë. Ju lutem, kush ishte? Por Burgia kishte ardhur me prova për të kundërshtuar përjashtimin dhe rrëzuar akuzat e doktorit. Shiko, parkimi është pronë private, ku unë jam pjesëtarja e saj prone. Jam unë pronari e atij hoteli dhe kam marrë me qera. Paguani taksin e akomodimit? Patjetër. Ja ku e keni këtu për mediat qëndrimin tim, proces verbalet e bashkisë, qëndrimin tim në votimin për buxhetin e bashkisë Durrës. Kurse sa për akuzën se ka mbështetur kandidatin socialist me 11 maj, Ani Dyrmishin, në krah të Burgisë, ishte vetë kandidati më i votuar i Partisë Demokratike në Durrës, Ndrec Pjetrin, që doli garant për 2 këshilltarët bashkiak në fushat. Si fillim të thash, unë jam dëshmitar i fushatës zgjedhjet 11 maj dhe kjo besojmë myll çdo mësimi. Dikush tjetër, kandidati Durrës apo drejtues Shaku i Durrësit, ka pretendim tjetër për 2 zotërin dali ta thotë. Demokratët të cilët u mblodhen para selis, rezultuan se nuk janë thjesht eminenca rebele e fshehur, por vetë militantët, si nga bindja, si nga gjua, e ngjashme me atë të doktorit, por tani e përdorur kundër tij. Është grupi mafioz, Byllik Bashi me grupin e vet. Vetëm një që për mbledhje gënjente, kemi 8 toshte, po marrin të 9-tin. Të marrin të 8-tin se ka qef të 8-tin e. 3 vjet kam qenë ushtar i Berishës. Dhe vazhdoj të jem akoma po të jetë gare barabart. Sot mbështes Salianin, që fatkeqësisht më dal me druat i mbarë, por e mbështes, sepse duam liri, duam tamam të jenë votat. Të votojmë demokratë, jo të ndërrojë emrin Sali Berisha, partia Xhaxhi, jo komunistët janë të mirë. Demokratët prisnin që Berisha t'i priste në takim, por doktori nuk doli. 4 vite më parë në Durrës, të njëjtët demokrat e pritën me shampanjë, por në Selim Blu nuk i dha asnjë gotë ujë. Nga dera doli vetëm doktori numër 2, Flamur Noka, që i përshëndeti me 2 gishta dhe iku. Por demokratët e Durrësit ishin shumë të qartë. Ata nuk kërkonin Nokën, Noka vetëm firmos. Urdhra të jep doktori numër 1, Sali Berisha, dhe doktorit këtë të mërkur ju prish shumë qetësia. Ndaj dhe në Seli mblodhi vetëm grupin parlamentar, aty ku vetë flet e vetë dëgjon, por qetësia nuk do i zjas shumë. ABC News mëson se pas Durrësit, një tjetër revolt ka nisur nga demokratët e Elbasanit, pas përjashtimit të 4 grave demokrate. Dimrin e Acartë Berisha e kaloi paq, por tashmë demokratët nuk i gjenjen dot. 1 prillin Partinë Demokratike, kësaj radhe ishte dita e të vërtetës. Procesi gjyqësor për Erion Veliajn po shtyhet vazhdimisht, sot seanca e 3 nuk u mbajt për shkak të mungesës avokatit të një prej të pandeurve. Spaki kërkon gjykatës posaçme të marrë masa, ndërsa trupa gjykuese pezulloi afatin e paraburgimit deri në seancën e radhës. Ryanair ka për zyrtarisht bazën e saj në Tiranë me 4 avion dhe një investim prej rreth $400 milion. Kompania synon të zgjerojë më tej operimet, duke arritur në mbi 6 milion pasagjerë në vit dhe mbi 60 linja deri në vitin 2030. Për çeljen e bazës me 4 avion në Tiranë dhe 21 linja të reja për verën 2026, Ryanair ka lançuar një ofertë 3 ditore biletash me çmime që nisin nga vetëm 21.99 euro. Linja ajrore Ryanair e vetme me tarifa të ulta në Shqipëri, këtë të mërkur çeli zyrtarisht bazën me 4 avion, një investim prej $400 milion. Në sezonin veror 2026, Ryanair do të operojë 44 destinacione dhe do të realizojë një rritje rekord të trafikut me 50%, duke arritur në 4 milion pasagjerë në Tiranë. Ky zhvillim është rezultati drejt për drejt i politikave mbështetëse të qeverisë shqiptare dhe të aeroportit ndërkombëtar të Tiranës, të cilat e inkurajuan Ryanair të hap 21 linja të reja këtë verë. Hapja e bazës krijon mbi 3.000 vende pune.
përfshirë 120 vendet e reja me pagat e larta për pilot, inxhinier dhe staf kabine, të gjitha të bazuara në Tiranë. Gjatë 5 viteve të ardhshme, Ryanair do të vazhdojë këtë investim duke zgjeruar bazën deri në 6 avion, B-7 37, investim prej $600 milion në Tiranë, me synim për të arritur 6 milion pasagjerë në vit. Si kompania e vetme ajrore me tarifa të ulta në Shqipëri, Ryanair feston hapjen e bazës së saj me 4 avion në Tiranë, duke sjellë një rritje rekord të trafikut prej mbi 50% në 4 milion pasagjerë në vitin 2026, e mundësuar nga politika pro rritje aviacionit në Shqipëri dhe kostot e ulta të aeroportit të Tiranës. Kjo rritje rekord në vitin 2026 do të ofroj 44 linja dhe 4 milion pasagjerë. Shqipëria është tregu i aviacionit me rritjen më të shpejtë në Evropë dhe Ryanair do të vazhdojë të investojë në Shqipëri. Ndërsa drejtori i operacioneve të aeroportit të Tiranës, zoti Piervjetorio Farabi, premtoi vijim të investimeve. Së bashku me stafin e TIAS, të cilët janë përgjigjur kësaj sfide, zgjeruam kapacitetet në terminal dhe në pistë në kohë rekord. Fal investimit për 120 milion eurosh të grupit Kastrati janë përmirësuar ndjeshëm infrastrukturët kryesore të aeroportit në zonën ajrore dhe toksore. Gjithashtu kemi përshtatur praktikat tona më të mira operacionale sipas nevojave të një linje ajrore moderne, duke u fokusuar në shkurtimin e kohës së përpunimit të avionëve dhe cilësisë së shërbimit. Hapja e kësaj baze nuk është vetëm një moment i rëndësishëm për bashkëpunimin ton, por edhe një reflektim i progresit që ka bërë TIA. Jemi krenar të mbështesim rritjen e Ryanairit në Shqipëri, duke kontribuar së bashku në shtimin e sa më shumë destinacioneve direkte, të cilat krijojnë mundësi të reja për turizmin dhe hapjen e vendeve të punës. Presim me padurim të zhvillojmë më tej këtë partneritet dhe të vazhdojmë të rritemi së bashku në vitet në vijim. Për çeljen e bazës me 4 avion në Tiranë dhe 21 linjat e reja për verën 2026, Ryanair ka lançuar një ofertë treditore biletash me çmime që nisin nga vetëm 21.99 euro, të disponueshme për rezervime tani përmes aplikacionit Ryanair. Ndërsa aeroporti i Rinasit ka hyrë tashmë në një fazë të rëndësishme zhvillimi. Grupi Kastrati ka kryer investime të konsiderueshme që kanë ndikuar në kurorëzimin e tij, si aeroporti me rritjen më të shpejtë në Europë të pasagjerëve. Deri në vitin 2028, investimet parashikohen të arrijnë deri në 152 milion euro. Transformimi i aeroportit ndërkombëtar të Tiranës në 5 vjeçarin e fundit është një nga shembujt më të qartë se si investimet strategjike mund të ndryshojnë jo vetëm një infrastrukturë, por të gjithë sektorin e aviacionit. Në qendër të këtij transformimi qëndron Kastrati Group, i cili pas marrjes së koncesionit në vitin 2020 ka ndërmarrë një val investimesh që kanë rikonfiguruar funksionimin dhe kapacitetin e aeroportit, duke ndikuar drejt për drejt në një rrjet historik të numrit të pasagjerëve dhe duke kurorëzuar Tian si aeroportin me rritjen më të shpejtë në Evropë. Por jo vetëm kaq, të gjitha këto investime, përmirësimi i infrastrukturës dhe zgjerimi i kapaciteteve kanë sjellë një ulje drastike të çmimeve të biletave, rritje të konkurrencës dhe shtim të destinacioneve të reja direkte nga viti në vit. Sipas të dhënave zyrtare, gjatë periudhës 2005-2016 në menaxhimin e Hothtif, Aeroport GmbH, investimet arritën pothuajse 87.4 milion euro, pra rreth 8 milion euro në vit. Në vijim gjatë viteve 2016-2020 me Real Fortress Private Limit, investimet e ranë në 17.9 milion euro, rreth 3.6 milion euro në vit investime, ndërsa nga viti 2020-2025 Kastrati Group ka investuar rreth 110 milion euro, për afërsisht 22 milion euro në vit, duke fokusuar në modernizimin e infrastrukturës së aeroportit dhe rritjen e eficiencës operacionale. Në vijim plani ambicioz i investimeve për periudhën 2026-2028 me një vlerë prej 152 milion euro e çon totalin e angazhimit të Kastrati Group në nivele që tekajlojnë ndjeshëm fazat e mëparshme të zhvillimit të aeroportit. Në total krahasuar me periudhat e mëparshme koncesionare, vlera e investimeve të Kastrati Group përfaqëson një rritje prej rreth 249%, një tregues i qartë i intensitetit dhe ritmit të ri të zhvillimit. Efektet e këtyre investimeve janë tashmë të dukshme në treg. Rritja e kapaciteteve ka krijuar hapësira për hyrjen e operatorëve të rinj dhe zgjerimin e linjave ekzistuese, duke rritur ndjeshëm konkurrencën në tregun e fluturimeve. Të dhënat tregojnë se krahasuar me vitin 2019, çmimet mesatare të biletave kanë pësuar ulje të konsiderueshme me të paktën 50%, por në disa raste uljet janë edhe më drastike. Në thelb investimet e Kastrati Group kanë krijuar një cikël pozitiv zhvillimi, më shumë kapacitete sjellin më shumë kompani ajrore, rritja e konkurrencës ka sjell uljen e çmimeve dhe çmimet më të ulta kanë rritur kërkesën.
Mirë, kam kënaqësinë që me mua në studio të jetë bashkuar ish kandidati për kryetar i Partisë Demokratike, zoti Ibsen Elezi. Zoti Elezi, mirë mbroma, faleminderit që jeni me mua në studio. Mirë se u gjeta, Emiliano. Duket se ju do jeni kandidati i vetëm që keni dalë përballë Berishës me këtë situatë që po krijohet në Partinë Demokratike. Po, ndrysh nga këta që ka mundësi të sulmoj mu s'ka pas qatë më thojsh në dy një. Për korupcion jo, për i majtës më ka akuzu dot, po i ka përdorë këto, se ka i manë për rreth dy kategori. Kategorinë e budaleve që të sulmojnë se ashtu mendojnë dhe kategorinë e këtyre që janë maskare, që e din shumë mirë që nuk është e vërtet, po vazhdojnë edhe e bëjnë. Ndërsa këta kanë dorë për të sulmu, se qatë që gjenë edhe nuk... Po ka dhe ekstreme, për shembull si rastin e Tan Burgia, si Jo, për këtë dua t'ju pyes, zoti Elezi, pasi sot pam që në Partinë Demokratike u përsëritën ato skenat e vitit 2021 apo vitit 2022 apo e thënë ndryshe karma e rithemelimit. Pam sot zotin Dritan Burgia, i cili 5 vite më parë ishte në oborin e Partisë Demokratike për të protestuar për përjashtimin e Berishës nga Basha, ndërsa sot ai proteston me Saljanin kundër përjashtimit nga Berisha. Nuk e di çfarë po ndodh në Partinë Demokratike, zoti Elezi. Akuzosh edhe një ndër drejtues e Partisë Demokratike që ka qenë konsekuent, si Tan Burgia, unë ka rastis me diskutu me ta, sepse ai ka qenë një ndër njerëzit që kam shtet Berishën foltore, dhe unë nuk kam qenë në të njëjtën linjë, por ne kemi qenë përpara grupimit për PD-n, dhe nuk thuhet se e mbështetëm ne, por ne majtëm në njëjtën linjë që patëm. Dhe nuk ishte se ne mbështetëm, se njerëzit sot harrojnë edhe thonë që po ju ishit në kratë foltore. Jo, foltoria ishte në rrugën tonë, sepse Berisha tha unë të 8 vjetë se kuptova, ju pas keni pas drejt. Dhe me Tan Burgin më ka ra shpesher të biznesi ti të diskutoj. Mund të jetë akuzat tilla, se është e turpshme o burë. Mund të arrish deri këtu është e turpshme, jo vetëm që ka dokumenta, për shembull, po është e turpshme o burë se e njohin Durrës dhe nuk mund të akuzosh kështu. është e turpshme kjo që ndodhë burë. Unë jam i mësuar me këtore, se kur ishte koha e Bashës, unë këto e njoftan protestin e Kuksit, qa palaqësh janë, edhe Bashën edhe Berishën. Po Basha ishte i hapur, Berisha ishte më i maskuar dhe e kishe shumë të vështirë për ta sulmuar. Di pse ajo? Sepse të dy ishin mbështetjet kastratit në një formë. Si shihni ju, zoti Elezi, pretendimet me të cilat Berisha po përjashton antarët e Partisë Demokratike, ndërkohë që sot, siç e the edhe ti vetë, zoti Dritan Burgia, kishte ardhur edhe me prova për t'i kundërshtuar. Pse nga njëra anë stisen akuza nga Selia Blu, dhe nga problemi është se sot ishte shumë e thjeshtë, zoti Elezi, pse sot Berisha nuk pranoi t'i takonte këta demokratë që i vajtën të Selia e Partisë Demokratike, po u mbyll me grupin parlamentar, me grupin demokrat, ku bëri një mbledhje që, siç e dinë të gjithë, vetë flet edhe vetë dëgjon. Kemi kohë që ne analizojmë të situatë dhe unë kam analizu cili është objektivi i Sali Berishës. Objektivi i Sali Berishës është atë kur përdojnë dhe të majat parti që t'i shërbej atje dhe familjes vetë dhe entourajit vetë. Dëmën kjo është, e kam thënë që në kohën e foltore, se këshu do e qoj në këtë deregje do t'a qoj. Që në kryet e erës. Dhe asgjë nuk po ndodhë më shumë se po vërtetohet. Ashtu si që vërtetu më fjallë tona për Bashën që të qoj drejt shkatrimit të institucionale gjbërjes, ashtu po ndodhë edhe kjo nuk është një parashikimi vështirë për njerëzit që e njojnë politikën, sepse shojnë ka shkaja e zvoglimit, kur ti e she që po të kurët, ajo drejt kësaj do shkonte. Por në rastin konkret, është detyre atyre që të faktojnë aktivitetin politik të atyre personave kundra. Ora se Berisha na ka akuzu gjithë. Berisha jep kodin zgjedhor Ramës, Berisha është underground me Ramën, për shkak të hallit o për shkak të qefit, dhe na akuzoj gjithë në tjerve që kemi sulmuar Ramën, vazhdimisht na akuzonte që partitë e vogla që s'kan ardhur me PD-n janë shërbëtor të Ramës. Se si mund ta bësh këtë lloj shpifje, nuk duhet kesh do më fare cip morale që t'arrish edhe t'i ketosh njerëzit kështu. Dhe a i këto e bën rëndom që e ka bërë me gjithë tjertë. Por dalesh edhe ta bësh ndërtosh një akuzë, për shembull, për disa nga figurat që kanë dalë kanë vërtetuar edhe qëndrimin publik pro këtë fushat.
Dalësh ti një losësh kështu, kjo është domthonjë që ti ta zvoglosh me plan në këtë parti dhe ta çosh tash edhe një herë këtë parti deri aq të vogël sa ta marrësh për vete, mos kesh asnjë rrezik. A ka frikë doktori, le të themi, të përballet me bazën, pasi prej kohësh tashmë ai nuk po bën më as foltore në Shqipëri, siç ka bërë më herët, dhe si do e menaxhoj doktori? Ta merr mendja që doktori ka frikë to. Doktori nuk i ka. Si do e menaxhoj doktori këtë rebelizëm? Ta shpjegoj kush halli doktorit. Po i vjen nga baza dhe jo nga lart. Nuk krijon rebelizëm kjo. Është e parcializuar. Është shumë e vështirë. Unë e kam provu që ti mbledh pjesët për të kriju një front rezistence, jo, nuk bëhen bashkë. Për shkak sepse një pjesë e mirë atyre, jo pjesë e mirë, por shumica, një pjesë e vogël nuk janë të shantazhuar. Pjesa e mirë janë të shantazhueshëm dhe shumë e vështirë ti mbledhësh eksponentët për t'i bërë një front Berishës. Dhe rruga e vetme e demokracisë është t'i bësh front. Po. Ai duke i pas gjithë mjetet në dorë nuk lejon të krijohet një front, sepse përdor forma jo demokratike. Dhe këto nuk e rrezikojnë Berishën se mund ta mundin PD. Ai ka Damianin me komisionin e vet që i bën votat si doje. Kush është Damiani? Damianin, që Edi Rama ka Damianin e vet, ky ka Damianin e vet, ka këtë Albana Vokshin. Ai ka ka listat i bën flamurit e zyra sekretarit përgjithshëm si çdo vit. Si mund ta mundesh një njeri, si mundesh ti Edi Ramën nëse listat në Shqipëri do i bënte këtë donte veta, e kur si mundon. Ti s'po e mund me lista të hapura, jo po e mund me. Dhe e dyta. Ajo çfarë është problemi më i madh i Berishës në një përballje, nuk është frika për humbjen. Është frika për verifikimin e rezultatit. Sepse Berisha thotë unë kam 41 antarë. Në qoftë se në një përballje elektorale të vërtet, do dilte numri 27.000 që ka pas në kohën time, jo më. Unë e kam bërë publike, pavarësisht se unë se kam pas media në krah në atë përballje. E kam pas totalisht gjithë median inexistente në përballjen se këto akuzat që ngrenë këto ndaj Berishës janë akuzat si përfaqësore që kam ngrejt unë të argumentuara gjatë përballjes me Berishën. Këto po t'i shosh nuk kanë një ide dhe platformë dhe formim që mund ndërtoj një platformë se si bëhet PD dhe si mundet Edi Rama. Sepse janë thellum në herë në këtë problem. Por, këto mund bëjnë një garë dhe mund të tregojnë që Berisha merr 20 e sa mijë vota dhe njerëzit onore ti patë 20 e sa. Dhe ai është i mundur edhe pse fiton me 20 e sa mijë vota. Ky është halli më i madh i Berishës, sepse nuk ka më shumë se 20 e sa mijë vota Berisha. Dhe do ndodhej përbara një absurdi, ku mikën 20 e sa mijë vet, 20 e sa mijë antar. Pra do të thotë që e kanë braktisë dhe kjo është frikë e madhe. Sepse ka manipulu. E diti që në Maliq, për shembull, unë tregoj një rast kur u bën zgjedhjet, dolën rreth 5% vota më shumë se që ishin fletë e votimit të tërhequra në PD. Sharaki më dhe në Verhoxhës ka punë të punë. Po, kanë dalë, është me proces verbal, është për qenë, nuk është për qenë. është tragikomike, po, burë, më thonin mu pëse s'bë qatë merresh me këtë situatë. Kjo është situatë që na ka vërë për fundi, dhe më thonin mu, po, ti pëse si bëm për qatë zgjidhje. Se ky listat s'ti jep, ky garë nuk t'le me bo, ti më thu pëse falsifikon, po ky për këtë punë i banë. Dakor, por çfarë ka, le të themi, zoti Elezi, diçka ndryshe kësaj ere? Pse Berisha nuk e do garën? Në rastin tuaj, unë mbaj mend që Berisha në rastin tim ishte në kulmin e vetër. Unë jam përballë me Berishën kur ishte në kulmin e vet, ishte në kohën që vinte nga foltorja me vrull të madh dhe po t'ishte jem karzojmë, thëshin ato jem karzojmë Edi Ramën burë, më thëshin ato që i matet e oborri. Që i karzojnë Edi Ramën ju burë, që a thu më burë? Si karzojnë Edi Ramën ju me këto lloj organizimi dhe me këto lloj gjbërjet PD-s. Dhe po ta ngjosh po ta shohësh me vëmendje, situatën tash Berisha vjen mas një humje, disa humjeve të thella. Sepse në qoftë se akuzoj Bashkën për 2 humbje të thella, ka pushtetin lokal dhe pushtetin qendror që i ka humbë shumë thellë të dyja, edhe ai vetë. Pra të humbë shumë thellë edhe pushtetin lokal, edhe qendrorin. Të thosh më vodhen votat, po edhe Bashës ja pas kanë 10 votat. Po pse më kryetar partie ma përgjegjësiti edhe pse ti nuk arrin ndërtosh një infrastrukturë dhe një organizim të tillë që mos lejosh. Ose në fundit e kishe përcaktuar në statut që në qoftë se një
kryetari një partije i vjedhin votat, kryetari nuk e bërheqe. Ai e ka thënë pas një lloj ekuivoku. Ai që unë zgjedhet e bërheqe. Dhe pikërisht në këtë logjikë. E ka çështje të shënuar në kushtetutën e statuti Partisë Demokratike si kushtetuta e Shqipërisë për Shqipërinë, statuti për partinë politike. Keni shumë të drejtë, zoti Elezi, në këtë argument politik që ju thonit. Është pikërisht ky rasti ku Berisha ndoshta i druhet apo i frigohet pikërisht statutit të partisë që nuk e do garën, pra statutit të partisë në anën ligjore. I kanë pastanë në Verhoxhës njërë këta, nuk e kemi ligjë, për pëse më ligjet tona, tha na pengojnë për ta dënuar filanin ma, për t'i bërë të mësëmë, se këshu fliste në veri. Pëse më ligjet e veta e pengojnë, po ku pytë për ligje e burë. Ky ligjin, kur do të sulmoj ty, ky e lexon mirë statutin, edhe lexon, se i merë ca ekspert, ka atë Bylyk Bashin, atë tjerë, ka ca ekspert fushës që e njojnë organizimin legislativ dhe funksionalitetin e statutor të Partisë Demokratike, atë ka të kasën, e ke pa, i s'ka gjakë këtyrë fara, është, dëmën, në kuptimin, është ushtari bindur vlla, dhe ai gjen gjithë argumentat me këto tjere, kur është për të sulmuar ty. Dhe kur është për ta vënë pra përgjegjësi statutore Berishën, ai gjen gjithë argumentat, ose nuk flasim fare në momentin e kundërt situatës. E kam fjalën këtu, çfarë do ndodh për shembull nëse Saljani apo dikush tjetër do e çojë në gjykat sipas statutit. Pra në rastin se e apelon këtë garë. O Emiliano, i kam provu gjitha. Emiliano, ja ta shpjegoj. Gjykata nuk pyet për shpjegimin politik që Berisha thotë për shembull ju vodhën votat. Gjykata do marr vendimin e KQZ-s, e cila i jep rezultatin, Berisha del humbës. Dhe sipas statutit ai nuk duhet të garojë. Çfarë ndodh? Emiliano. Gjykatat nuk merren me këtë punë. Unë jam akoma në një çështje gjyqësore. Për herën e parë, kur ishte çështja për të kandiduar kundra Bashës, që nuk me vendim kryesie më hoqën emrin. Ato s'kishin asnjëri më përvojë se unë, thoshin nga ka ardhur ky. Kur ti thosh mua nga ka ardhur ky, domethënë që në 2013 në gjithë kishin humbë zgjedhjet, unë shkoja me rritje votash në 2013-ën, do kisha spaleta në atë parti. Për shkak të aktivitetit tim nis që fëmijë, që në fillim me tjerë me radhë, del ky Saljani me këtë gridën e me këto sojsorollopët e Bashës që ishin atko, dhe me heqin drejtën e kandidimit. Bashkë me një pjesë tjetër që s'po ju përmen emrin. Me heqin drejtën e kandidimit mu. Saljanit po i rikthehet karma, të ka përjashtuar Saljani ty. Por nga gara, sa Saljanët pra, po pse themun Saljanët e burë, se këto kanë kry çdo lloj, kanë kry veprimet pamoralshme në vazhdimsi. Dhe kur ti je një figurë që kryen veprimet pamoralshme në vazhdimsi, nuk mund t'i kthehesh një ditë dhe tu kujtohesh, dëmën të vi fryma nga Zoti dhe të pastroj ty dhe ti të bësh tash mbrojtësi moralit, se kthehesh qeshara ka burë. Edhe këto që po ndodhin këtyre karma, është e vërtetë që është karma. Por prapë më vjen keq jo për Saljanin, por ajo çfarë ka të drejtën Saljani për shkak të raporteve që janë aty, ai ka drejt kandidoj. Pse unë për shembull kam ato jo kundërshtit, po kam kundërshtit parimore në lidhje me figurën e Saljanit. Kjo s'do thotë që ati mund t'ja heqësh drejtën përderisa ati i ke thënë hero. Si mund t'ja heqësh drejtën e kandidimit? Ose unë përjashtoj, kush je ti që më përjashton, qa fakte shke? Ama pas 6 muaj ke bashkëpunuar, shi që i thonë Saljanit to, ke bashkëpunuar me grupet kriminale, ku ka birë nëne që e vërteton? Se duhet i vendim gjykate. Saljani, për vendimin e gjykatës që mund të penalizoj, këto i kanë thënë hero, nuk e penalizojnë do të ma. Atër Saljani është një normal një kandidatur e pa kundërshtueshme për atë mjedis, jo për një mjedis tjetër me norma, për atë mjedis është i pa kundërshtueshëm sepse i kanë thënë hero, ka qenë antar i kryesisë, ka qenë deputet, ka pas aktivitet politik. Si mund të hiqet Saljani nga gara pse i teket, jo Flamurit, mëse Flamuri veç komunikon vendimin e Berishës dhe Xenit. Po këtyre dhe kjo pasaj kthehet të turpshme janë këtu. Tash i kanë arrit në një pikë që janë qesharak, sepse tash kanë shku aty, tash i kanë ra për toke këto. Dhe duke, thash njerë, gara ime me atë ishte kur ishte në kulmin e në ekstazën e vetë. Kishte 8 muaj që bën të stërvitje dhe thoshte hajde kapemi bashkë, po ti mos bëj stërvitje, vetëm 10 ditë do dalësh, do flasësh me njerëzit. Sepse unë normalisht kam pas shumë argumenta për ta, jo për ta, po jo për të sulmu Berishën.
po për të kundërshtu modelin që përfaqëson Berisha, se këtu nuk është çështje personale, se kam diçka personale me zotin Berisha. Dhe pikërisht tek modeli që ju keni dashur të kundërshtoni, Berishën kam edhe një pyetje të fundit, pasi sot një demokrat, Lavdosh Serani, tha se Partia Demokratike duhet quajtur si parti Enver Hoxhës. A janë këto metodat, zoti Elezi, me të cilat po funksionon ndoshta edhe Berisha në këtë parti politike? Shpeshherë në momentin që unë kam kërku në Partinë Demokratike, kam pas edhe me të përsekutuar debate, kur u bë Lulzim Basha, unë personalisht kam kërku për Sokol Oldashin, edhe pse Sokol Oldashi nga origjina mund të ishte një familje, vinte nga një familje që e kishte vujt persekucionin. Dhe unë kërkoja shpesh që tjetë një person në kryet Partisë Demokratike që e ka vujt persekucionin, sepse baza është shumica e PD-s janë që ato që e kanë vujt persekucionin. Jo se kisha në një ide hakmarrje, sepse s'është çështje hakmarrje kjo punë. Dhe edhe Edi Rama vjen nga një familje komuniste dhe formim komunist më i pjesshëm, por Sali Berisha vjen edhe një nga antarësim 22 vjet. Dhe dush ato kanë lënë thellë gjurmë në formimin e tyre. Pra thush që këto përdorin ato metoda, por në kohë dhe në mënyrë të ngjashme, nuk mund të përdorin tamam si Enver Hoxha, sa e të vritë këto të përjashtojnë, por veprimtaria modeli i këtyre është kryekput në parim, thash edhe njërë, vetëm me i veshur me një kostum tjetër, ajo çfarë kemi kalu në para 90-s. Zoti Elezi, unë të falenderoj që ishe me mua këtë mbrëmje në orë. Falenderoj edhe unë, Emiliano. Ndërkohë, vetëm pas më shumë se gjysmë shekulli, çdo gjë tashmë është gati për rikthimin e njeriut në ëndë, misioni i NASA-s, Artemis 2 pritet që të nisë sot në mesnat dhe vetëm pak minuta më vonë në një transmetim të drejt për drejt do të jetë kolegja Jeta Kasemi për këtë ngjarje të rëndësishme për mbar njerëzimin. Unë ju ftoj ta ndiqni vetëm pas pak. Bashkë ndajemi këtu, faleminderit që na ndoqët, natën e mirë.